dua të ndalem në pak minuta për një problematik e publikuar para 3 apo 4 ditësh në mos gaboj në media, e cila u bë shumë virale. Në fakt për një video që erdhi nga Shkodra, që qarkulloi në rrjete masivisht, për një kompani me cilën regjia do na ndihmojë njëkohësisht, një kompani distributor për të qenë të sinqert në Shkodër, e cila hidhte disa qese në lumin Buna. Në fakt, alarmi ishte për pula të një kompanie shqiptare, që mund të ishin të smura, të skaduara, të kthyer nga marketet, pra jashtë afateve të skadencës e tjera. Problematik që akoma nuk ka një informacion të saktë se çfarë kanë pasur ato qese, por ne do ndalemi në disa detaje të tjera, elemente të tjerë, se çfarë duhet të bëjnë kompanitë e tyre për të ruajtur imazhin. Sepse në fakt kompania e prodhimit pulave, unë do ta përmend emrin sepse do duket nga logo dhe regjia mund ta ndihmojë me videon e hedhjes së qeseve. Kompania është Driza në Patos dhe distributori i saj ishte në Shkodër. Pikërisht në Shkodër, kompania i ka dhënë distributorit një makinë me logon e vet. Në këtë rast, një punojës, shoferi i kompanisë, siç u deklaruar nga policia e Shkodrës, edhe nga vetë kompania që prodhonte pulat, pra nga stabilimenti i prodhimit pulave për mish, u tha që është një shofer, ka hedhur mbetjet e tij personale tjera. Në pak minuta, në fakt, duhet të ndaj një bisedë me zonjën Bardha Qoka, është ekspert e komunikimi, në lidhje se si duhet të kujdesen kompanitë me imazhin e tyre, sepse në këtë rast, megjithse pa faj, ose edhe me faj, unë nuk dua ta them këtë, kompania mund të jetë cënuar, po ndoshta në këtë rast edhe pa drejt. Pra, janë disa detaje që kompanitë duhet i kenë në vëmendjen e tyre kur nënshkruajnë kontratat, se si duhet përdoret imazhi i tyre, se si nuk duhet keq përdoret imazhi i tyre në atë punën e përditshme që bëjnë nga distributorë të ndryshëm, nga subjekte të ndryshme që punojnë me logon e tyre, siç është edhe rasti i makinës që ka logon Driza, është në një distributor në Shkodër, fakt nuk është në pronësi të kompanisë Driza, por Driza ju ka loguar kompanisë. Megjithatë, ende nuk ka një informacion zyrtar, ndoshta shterrues, se është vetëm përfaqësi me nip sekondar e Drizës, apo është një distributor që punon me logon e tij. Zonja Qokaj, përshëndetje. E kam besoj zonjën Qokaj në linjë? Mirëmbrëma, përshëndetje. Përshëndetje dhe ju faleminderit për kohën. Duke qenë se situata e murtajes Rominat Vetvegjël është e nxehtë në fakt dhe problematike, do ndajmë shumë shkurt pak minuta bashkërisht me atë çfarë unë prezantova dhe kemi diskutuar edhe më përpara. Faleminderit, është kënaqësi dhe mendoj që është një nevojë që flitet për këtë temë. Do përpiqem të jem e përmbledhur, duke pas parasysh edhe temat e nxehta që janë të ditë për sa i përket sigurisë ushqimore. Ashtu siç edhe ju e përmendët, nuk është vetëm e rëndësishme që kompanitë kushtojnë vëmendje krijimit të imazhit të tyre. Patjetër, ky është hapi i parë dhe ndikon në besimin e konsumatorit, në vlerën e kompanisë në treg dhe sigurisht në marrjen e vendimeve të konsumatorit për sa i përket një produkti të caktuar. Megjithatë, po aq e rëndësishme është edhe ruajtja e imazhit. Dhe jo vetëm ruajtja e imazhit kur ndodh diçka e caktuar, si rastin e fjalë, por parandalimi. Ka metoda dhe mënyra nga më të ndryshme, megjithatë kujtojmë që imazhi nuk është vetëm logo, imazhi është edhe etik, është edhe sjellje profesionale e të punësuarve në një kompani të caktuar, është edhe sigurisht diskursi publik që bëhet mbi atë markë apo mbi atë kompani apo mbi atë institucion, kështu që është e rëndësishme që kompanitë tashmë t'i kushtojnë vëmendje. Sepse publiku sigurisht mund të bësh një deklaratë dhe kompania në fjalë ka bërë një hap të duhur që ka dalë me një deklaratë publike, i cili është një hap që sigurisht duhet merret në raste të tilla. Megjithatë, konsumatori ndikohet nga lajmi i keq dhe ne të gjithë këtë e dimë. Ndaj shumë e rëndësishme që të mbrohet imazhi përpara se të ndodhë. Dhe për këtë ka një sër faktorë se si mund të ndodhë. Ju përmendët pjesën e kontratave. Sigurisht ka pjesë të ka politika të brendshme që kompania i shpërndan për stafin, për katës. Ka politika se si duhet të ruhet imazhi i kompanisë, përfshi dhe logon që është pjesë e imazhit, nuk është i gjithë imazhi, dhe sigurisht për pasojat edhe se si stafi përballet pastaj edhe me pasojën nëse nuk ruhet një imazh i kompanisë. Qartë, zonja Qokaj, ndjes, rasti konkret ka lidhje me një
pra prodhuesi dhe branduesi i makinës është në Patos. Ai që tregton dhe përdor makinën është në Shkodër. Pra mund të jetë dikush që punon me nipin sekondar të tij, mund të jetë një pikë distribucioni, pra që ka dhe shumë produkte tjera përveç pulave konkretisht. Në këtë marrëdhënie dypalshe, a duhet të ishin përcaktuar disa detaje për mirë përdorimin e imazhit? E para më lejoni të theksoj që pozicionimi im sot këtu nuk është as pak me rastin në fjalë. Jo, patjetër, po si marrëdhënie e biznesi. Patjetër, si marrëdhënie biznesi, absolutisht çfarë do lloj komponenti që ka të bëjë me imazhin e një kompanie, përfshi dhe logon, përcaktohen në marrëdhënie dypalshe. Në kontratën që lidhet mes kompanisë dhe çfarë do lloj distributori apo stafi që qarkullon me imazhin një kompani klauzolat që kanë të bëjnë me përdorimin e imazhit dhe si ai imazh nuk duhet të keq përdoret si në rastin në fjalë. Qartë, zonja Qokaj, bashkë besoj për tema të tilla do doja shumë dhe do kemi raste tjera për diskutuar shumë gjatë, por e kam kohën të limituar sepse është vërtet kam 4 të ftuar në studio për çështjen cilën e prezantova në fillim dhe nëse ke diçka për ta mbyllur, okay. Ajo çfarë doja të theksoj është patjetër edhe është pozitive që kompanitë në Shqipëri, sidomos kompanitë e sektorit agro-ushqimor kanë filluar të kushtojnë rëndësi imazhit, sigurisht, por ajo çfarë dua të theksoj në përmbyllje të kësaj, çdo ditë më tepër po bëhet e rëndësishme, sepse mos të harrojmë Shqipëria aderon për të futur dhe për të qenë anëtare në Bashkimin Evropian. Dhe përveç se imazhi do luajë një rol të rëndësishëm në aspektin tregtar, sigurisht do luajë një rol të rëndësishëm edhe në aspektin e marketingut. Pra, këto kompani do pozicionohen tek vlerësi potencial përmes imazhit të tyre si një nga pjesët më të rëndësishme të vlerës së një kompanie. Zonja Qokaj, të falenderoj që u bëre pjesë Alert. Faleminderit juve. Isha me zonjën Bardha Qokaj, është ekspert e komunikimit dhe diskutuam për çështje teknike që lidhen me imazhin e kompanive në rastin e keqpërdorimit kryesisht të tyre, siç është rasti i fundit.